Kërcehet mirë nëse je ushqyer mirë. Nëse ke marrë masat. Këtë do shë vetrante. Po, edhe këtë. Ta shtoj. Ke luksin që të ushqesh mirë edhe në shtëpi. Edhe këtu. Edhe këtu, edhe në shtëpi. Dhe receta e parë është me fileto pule dhe me sasho do të ketë shije shumë të mirë dhe të speci. Shiko, kryesisht është fileto e pulës që është kusht duhet të skuqet mirë. Madje është skuqur, po do ta kombinoj me perime. Çfarë perime? Speci shkon pulës shkëlqyshëm. Dhe këtu në tas është edhe speci kuq, kisha një gjysmë speci të verdh dhe hota atë, dhe specin e shil, një qep e bollshme, hudhra, një luk salc, 2 domate, pak fare pikante, sa ti marri mend themin, sa të ndjehet një çik si aromë më tepër se sa të na djegi, kri piper të zi, që se pas kemi nxjerrë piperin e zi, dhe sa një filxhan çaj, që filxhan të çajit zakonisht janë me 150 ml, ose jo, bravo. Prandaj dua unë këtë çupë, se është pjesë plotësuese si në gjuhën shqipe, pjesë plotësuese e fjalisë, dhe kjo është në mënyrë më të saktë më plotëson mua. Asistente, 100% korrekte. Dhe nëse kjo gota është 200 ml, ne do t'i vendosim 150 ml. Ta lëm pastaj në temperaturë të ulët, derisa mos të ketë lëng fare, këto janë recetat që preferoj unë. Megjithëse tani jam kthyer nga supat, dua s'dua, vetëm supë. Po, mirë, është gjë e mirë. Po, atë ditë sa i ka qenë këtej kur bëra të preshin me Ose mirë kështë të dalë të angro. Me patate me 2 përbërës, vetëm kosi sipër edhe vaj ullirit, me bajt e bëra në shtëpi për vete. Fat që ma pëlqevi dhe djali kur e provoj. Shumë e shishme ishte. Nuk i do ai supat kështu. Të bluara. I do, siç e kam mësuar që unë dua t'ja u shoh përbërësit, po e pëlqeu. Normalisht. Do të shkush, do nxehim një çik tani tiganin. Dhe do të vendosim copat e pulës derisa ta avullojnë lagështirën e tyre. Ta nxehim pak. Siç thash, kjo recetë del shumë e shishme, nuk është kusht. Unë i kam prerë çik më të mëdhaja, se thash me kubik kam bërë. Kur kam bërë ato salcat me limon, të shuara me verë, tash po i bëj kështu me copa i çik më të mëdhaja. Do të tharë mishi mirë dhe ta vendosim prit që të kapet i çik. Sa të nxehet pak. Filloj të nxehet. E kam tharë mirë. Si lokum janë këta, si? Lokum. Lokum. Tani ne shkojmë i marrim aty cilësia më e mirë. Gjithçka këtu, edhe çfarë kemi ne këtu në tryezë, është cilësia që flet vet. Sigurisht, se ne jemi këtu në shtëpi. Kjo është shtëpia e dytë e jona. Jo, kjo është shtëpia e gjithë shqiptarëve. E të gjithëve. Patjetër. Jo, e thash në esencën që ne ham edhe vetë, ushqejmë edhe vetë këtu. Kështu që patjetër jemi duke ofruar cilësinë më të mirë se e zgjedhim edhe vetë të parë. Dhe çfarë halli kam unë kur unë kam bërë një recetë që s'ka kalu 2 muaj, që unë them një herë në vit mund ta përsëris një recetë, po 2 herë në vit jo. Hajde gjej tani ato recetat. Unë shtëpi thosha pu çfarë do bëj për drek. Të lutem edhe çik komoditën. Po. Shumë rrofsh. Qepën tani nuk do ta grim ta bëjmë kështu si miell fare. Po që tjetë, sa mirë që e hapa kështu në mes këtë qepën, ja, ndodhë edhe kështu. Si lëkur është e, po? Jo, është pak si Ate e këthejmë qika, po. Këtë e heqim. Po. Këtu. Pasaj, kur të jedhim vajnë, le të zverdhet një qik. E më pas me njerë përbërësit e tjerë, me qëfar mund të shoqëroni këtë recetë? Sigurisht pa tjetër mund të konsumohet kështu me një qik buk të thekur, por duke filluar patate furre, patate tanash, këtë pulën me salcë, me pilaf, me bolgur, me makarona, t'ja hidhni si për makaronave, me qëfar të dëshironi ju për të bërë atë pjesën e karbohidrat, për me thënë që hëngrëm bukë e gjellë bashk. Me kuskus, shkëlqyshëm shkom, me të gjitha këto. Qëfar
çfarë keni ju që nuk e keni konsumuar të paktën këtë javë? Po. Alternoni recetat, unë po ju jap recetën me shkrim ndërkohë. Po, Përbërësit që do t'ju duhen për recetën e parë për ditën e sotme janë 500 gram gjoks pule, 1 qep, 2 thelpinj hudhra, 4 lugë gjelle vaj ulliri, 2 speca jeshil, 1 spec të kuq, 2 domate, 1 lugë çaj salcë domate, krip, piper të zi, pak spec pikant që është opsionale, nëse nuk doni nuk e shtoni, dhe 1 gotë lëng pule e nxehtë. shumë bukur. Kjo është. Tani edhe një çik vaj. Edhe më kështu amash, se shkon në mes vetaj, si ke byreku. Byrekun që na ka marrë malli, sa më ka marrë malli mua për byrek. Shpeti. Nuk më kujtohet se që më ke premtuar një herë një byrek. A më duket se me patate. Jo. Në çfarë të kemi bërë me patate, Vaj po unë ta bëj manta, prapë, kemi bërë me sfoliat. Gjoks pule i skuqur me perime, një recetë shumë e shpejtë e shijshme që mund të shoqërohet me çfarë të doni. Tha zonja Vjollca, mund ta shoqëroni me oriz, mund ta shoqëroni me patate, me kuskus. Çfarë do lloj recete plotësuese që shkon me fileton e pulës edhe me salcë. Dhe Ja, përfitoj nga rasti të ndalem pak tek ofertat e interesante Albania që ne prezantuam javën e kaluar. Janë oferta që vazhdojnë të jenë aktive deri në fund të muajit shkurt, disa ulje të cilat nuk duhet i humbisni. Ky ishte edhe premtimi që ju dha Gjeni që do të jenë deri në fund të muajit, për aq kohë sa ka sasi gjendje. Bëni blerje sepse ja vlen t'i merrni me çmime shumë të mira produktet. Tek Interesante Albania klikoni në Instagram për të parë ndoshta një produkt që ju doni të merrni atje 069 944 24 25. Gjithashtu ju premtuam që do të luajmë përsëri për quizin që nuk e zhvilluam dot javën e kaluar dhe do të jepen 2 dhurata na tha Gjeni, jo 1. Meqense patëm një problem të vogël. 2 dhurata për atë që do të ata që do të gjejmë përgjigjen e saktë në lidhje me recetat që përgatit Gjeni këtu në shije shtëpie, të vëmendshëm të ejnëten këtë herë, të ejnëten do të luajmë, po ju a them paraprakisht që të jeni aty të vëmendshëm edhe të luani, bëni telefonat gati. Arritet të provosh me prizat e tjera shumë mirë në rregull. Arbi, shpëtimtari. Bravo Arbër. Me duart pakitje për Arbër. Kam një arbër në shtëpi, një arbër në Ja, punë. tamam. Këtë e rregullojmë E pastaj. rregullojmë, tamam. Vetë shqepët që nuk mbeten pa përdorur. Si? Gjithmonë, vetë shqepët që nuk mbeten pa përdorur, them gjithmonë çdo ditë duhen. Në fakt, në mëngjes, aty bëri një mas. Sa bëra unë kafen? Vjen Vërtet. keq që unë e piva kafen tim. A mbarove punë. Po, po. Dhe me Ose kur qesha. unë të pi kafen aty si qa bërë diçka. E do ketë në një gjë me prizat, ja do Po ta jo rregullojmë aparati, pas e pash emisionit. ishte priza se u fik priza. U fika e lampa e kuqe. E rëndësishme është që ka mbetur vetëm çfarë ndodh këtu brenda kësaj gjysmë së banaku. Pjesa tjetër jemi mirë, jemi shumë mirë, me drita me të gjitha. Do m'japësh një pjatë tani? Një nga ato të thellat, besoj, Po. ja? Tjetra. Urdhëro. Rada e qepës. Ju kam allë të bëjt për parë se me shumë pikës. Po e bëjmë nga dalë, thuaj. Vash, vash. Këtë që s'na është skuqur shumë, pa i lëm edhe një qik aty. Para se të hedhim domaten, e largojmë. Dhe vendosim përsëri. Ja. Qepën, ngrim edhe hudhrat. Bëhet shumë e shishme, është një mënyrë tjetër për të konsumuar pjesën e gjoksit të pulës.
Me aromën e mirë të këtyre produkteve, do të sjellim një pjatë të shijshme të thjeshtë, siç e pat përbërësit janë Çfarë ka sirtari? shtëpia, po. Po. Bukuri. Edhe një sifa nuk do ishte keq zonja Vjollca ta shijonim sot. Teksa gatuajmë. Hamë edhe një gjë të ëmbël. Unë për shembull kur jam në shtëpi dua gjithmonë të cimbis, si themi ne. Të pickoj ndonjë gjë. Të pickosh. Më vjen nepsi për të ëmbla përgjithsisht, dhe pse jo të mos jetë in sifa. Ka variante të ndryshme të kekëve, mes të cilëve një variant që unë dua t'ju tregoj sot është ky me çokoladë. Këtë do të hapim sot. Paketimin e mirë që sa i përket formës kekut, mënyra se si është bërë kremi, vendosja e çokoladës, ngjan shumë me atë të kajsive. Po ndryshimi është që tek këto me kajsi është normalisht reçeli i kajsive, kurse këtu është me çokoladë. Hapim një. Jemi që jemi. Se jo, dhe me një çaj mund ta konsumosh atë. Me qumë shkëlqyshëm fare. Me kakao, me cappuccino, me të gjitha të mirat. Apo si ka bërin sifa kaq të mira, të gjitha në fakt me radhë. Edhe muffin, edhe kek, çdo produkt që kanë nxjerrë në treg, panetonet që ishin aq të mira. Absolutisht një teknologji shumë moderne italiane në rastin e kësaj fabrike dhe që patjetër të shijojnë shumë produktet e saj. Tani unë po e lë këtë këtu, se do marrin në publicitet të gjithë. Dhe po hap timen. Çka ke zonja Vjollca? Herë tjetër kur ta hapësh për mua mos e hap me çokoladë. Do atë të kajsive. Jo. Do atë qershis. Do ta ha këtë, do mëson. Do ta edukoj veten që ta ha këtë. Është shumë e mirë, me thënë drejtën. As e vën dyshim. Edhe ajo me çokoladë, po kjo në fakt është shumë e shijshme, ke të drejtë. Ngreta shoh çik. Prit. Ngrej shumë etiketën çof. Ha, siguro që kjo mund pëlqen më shumë. Ashtu. Merë. Të dyja pse jo? Jo, nuk mundem të ja të dyja, njërën është. Kjo po. Sot me kajsi zonja Vjollca. Po ti e di që unë çokoladën e dua vetëm në sufle, në asnjë vend tjetër. Tani shikoni qepën si u bë? Fiks siç duhet. Hedhim specat. Thash, të kuqe të jeshil po patët, të verdhin e kisha gjysëm speci, pse jo, thash, po e hedh brenda. Nuk do ri ky volum, ato do të kuren të gjitha, do jetë në trajtën. Sigurisht mund ta bëjmë krem kur të doni, heqim përsëri copat e mishit në salcë, po jo, është shumë e këndshme ashtu në copëzat vogla. Specat nuk I lëm shumë që të gatuhen, kështu sote, për arsye se është kohë mjaftueshme kur të zej mishit ja llogarisim edhe pjesën kur e skuqëm. Kjo edhe për 3-4 minuta, 5 minuta maksimumi është gati për të konsumuar, po ne do t'i lëmë së bashku 20 minutë që të bëjmë atë salcën e këndshme, sepse domate të paktën do 10 minuta. Ja, këto sa I trazojmë, këtu është një aromë speci, aroma I qepës nëse skuqet tamam dhe bëhet e verdh, nuk ekziston më. Ekziston vetëm shija. Ka një shije të mrekullueshme, po të mbetet ashtu e gjallë, sigurisht, që e prish gjithë shijen e gatimit. Tani do të hedh këtu pak krip, pak se do hedh edhe një magi, që do më japi Katerina, magi pule. Do të hedh, thash, shumë fare pak spec pikant, nuk do djegi fare. Do hedh këtë salcën, që është koncentrat, një lugë çaji. Ta hedh tani? Ja, hedh domaten unë edhe hidhe. Do hedh domaten. Të vë dhe mishin, edhe pastaj hedhim magin edhe piperin e zi. Tani më the? Idhe, s'ka problem. Se merr shijen.
shtojmë copat e pulës. Sa ere mirë. Thash, ju mund t'i vendosni edhe në kubika, po mund thash kësaj radhe po e bëj kështu. Kjo recet nuk mund bëhet vetëm me gjoksin e pulës, mund të bëhet edhe me Mish të kuq? me mish me kock. Por mendova që është më komod për ta konsumuar kur është kështu si me salc pak, Po. se ato gjejnë vend edhe në për supa, mishi me kock, në për gjell që është ne gatuajmë. Shumë mirë, e ulim pak temperaturën tani. Katerina, e çojmë keteta. Jo, aq, jo. Se ula shumë. Me kripën mbarum punë, tani pak fare piper të zi, dhe mbas 5 minutash, mbasi të iki pak lagështira e domates, unë do të hedh 150 ml ujë të nxehtë. Dhe më pas do ta ul përsëri jo keteta, po mund ta ul ke 7 temperaturën, dhe që të ziejnë perimet kështu avash. Ma merr mendja në total. Me gjithë mishin, duan 30 minuta. Tani, një 10 minutë ka kalu me mishe me perime. 20 minuta dhe ne, kur të mbarojmë pjesën e dytë, këtu gjithë shka do t'jetë gati. Po jap dhe një herë recetë dhe besoj pastaj mund të shtojmë edhe ujin pak a shumë. Po. Kështu që lexojmë përbërësit, shënoni nëse doni të mbani të provoni pra recetën sipas zonjës Vjollca, pa diskutim mund ta shihni edhe në YouTube sa herë dëshironi. Por lista është kjo. Po, se zonja Vjollca takova një zonjë që na ndiqte rregullisht edhe më tha duhet ta lexosh më shumë se një herë recetën. Ne jemi këtu për të plotësuar dëshirat e gjithëve. Për sa i përket gatimit. Ja ku jemi me recetën. Mbani shënim. 500 gram gjoks pule, 1 qep, 2 thelpinj hudhra, 4 lugë gjelle vaj ulliri, 2 speca jeshil, 1 spec të kuq, 2 domate, 1 lugë çaj salc domate, krip, piper të zi, pak spec pikant që është sipas preferencës dhe 1 gotë lëng pule e nxehtë. Mund të bëni dhe fotografi kur jepet kjo receta, kur transmetohet ky moment, thjesht një foto tak, dal edhe unë aty anash, s'ka problem. Dhe më keni dhe mua dhe receta. Kjo ishte. Në rregull. Dal nga dal jemi në fund të kësaj recete, ndërsa e dyta do të jetë bukë për mëngjes me 3 përbërës, do të përgatisim një mëngjes të shpejtë të shijshëm, ku baza do të jetë buka, po patjetër që ka shije shumë të mira se ka dhe përbërës të tjerë. Do të jetë djathi kaçkavalli lufrës, do të jetë djath mozzarella, do të jetë prosciutto ose Jemi fiksë, po, të fiksit, dhe ka disa mënyra. Unë vajta mora një bukë që në mëngjes e buka ishte shumë e ngrohtë, se desha ta kompozoja, ta bëja kështu si kek të bukur. Ajo e ngrohtë, ajo zonja nuk pritet, po unë e dua thash patjetër të prerë. Ajo preva kur erdha unë këtu ishte ngjeshur. Po do ta bëjmë, do ta realizojmë. Do ishte më bukur si kur t'ishte buka e ftohtë. Këtu e kisha fjalën. Prandaj e thash gjithë këtë. Kur buka është e ftohtë, që neve her pas here na mbetet, shumë mirë është. S'ka lagështirë këtu. Shkëlqyshëm. Tani do t'i hedhim ujë dhe do ulim temperaturën. Ujë të nxehtë, 3 çerek gote. Ajo gota është 200 ml, ne do hedhim 150, se tash 250. Kaq është 200 kjo. Zonja Vjollca jemi në fund. Mbarova. Si thua, shkojmë në publicitet? Unë vetëm do vendos kapakun, Katerina. Në rregull. Do ul sopën ke 7, edhe këtu gjithçka është okay. Të lumshin duart. Na e vër dhe një herë atë këngën e hyrjes Marvit.